Mesazhi Islam. Filmi dubluar në shqip. Dokumentar mbi filmin historik The Message. Në historinë e kinematografisë janë realizuar shumë filma që trajtojnë ngjarje të mëdha historike, lindjen e qytetërimeve dhe jetën e figurave që kanë ndryshuar rrjedhën e njerëzimit. Por pak prej tyre kanë arritur të krijojnë një lidhje kaq të fuqishme me publikun musliman, sa filmi The Message, i njohur në botën shqiptare si Mesazhi Islam. Për shumë shikues, ky nuk është thjesht një film historik. Ai është një udhtim drejt shekullit të 7, drejt Mekës dhe Medinës, drejt kohës kur mesazhi i Islamit filloi të përhapej mes një shoqërie të ndarë nga fiset, interesat dhe besimet e ndryshme. Filmi u realizua në drejtimin e regjisorit Mustafa Akad dhe u publikua në vitin 1976. Akad kishte një synim të vështirë të tregonte publikut ndërkombëtar historinë e fillimeve të Islamit nëpërmjet gjuhës së kinemas, duke respektuar njëkohësisht ndjeshmërinë fetare të muslimanëve. Pikërisht kjo e bëri projektin jashtëzakonisht sfidues. Historia duhej të tregonte misionin e pejgamberit Muhammed a.s. pa e paraqitur atë fizikisht në ekran. Kjo zgjedhje u shndrua në një nga karakteristikat më të njohura të filmit. Pejgamberi Muhammed a.s. nuk portretizohet nga një aktor dhe nuk dëgjohet zëri i tij. Ngjarjet ndërtuhen përmes reagimeve dhe dialogëve të personazheve të tjera. Në disa skena kamera vendoset në një këndvështrim që i lejon publikut të kuptojë se kujt po i drejtohen personazhet, pa e paraqitur vetë pejgamberin Muhammed a.s. Kështu filmi përpiqet të ndërtojë një rrëfim historik duke ruajtur respektin ndaj figurës së pejgamberit Muhammed a.s. Historia fillon në Mekë, në një shoqëri ku qabja ishte e rrethuar nga idhujt dhe ku fiset arabe kishin zakone e interesa të ndryshme. Në këtë mjedis fillon thirrja për adhurimin e Allahut, një dhe të vetëm. Mesazhi ishte i qartë: të braktisej idhujtaria, të adhurohej vetëm Zoti, të mbrohej i dobti, të ndihmojej i varfri dhe njerëzit të kuptonin se pasuria, prejardhja dhe pozita shoqërore nuk e bëjnë një njeri më të vlefshëm para krijuesit. Por ky mesazh nuk u prit mirë nga udhëheqësit e fuqishëm të Mekës. Ata shihnin Islamin jo vetëm si sfidë ndaj besimit të tyre tradicional, por edhe si kërcënim ndaj rendit shoqëror dhe interesave të vendosura. Nëse njerëzit do të besonin se të gjithë janë përgjegjës para një Zoti të vetëm, atëherë dallimet fisnore, privilegjet dhe pushteti i elitave do të viheshin në pikpyetje. Këtu fillon një nga pjesët më të fuqishme të filmit, përndjekja e muslimanëve të parë. Personazhi Bilal ibn Rabah zë një vend të veçantë në këtë histori. Bilali ishte ndër muslimanët e parë dhe përjetoi tortura të rënda për shkak të besimit të tij. Në film, skenat e vuajtjeve të tij janë ndër momentet që mbeten gjatë në kujtesën e shikuesit. Në nxehtësinë e shkretëtirës dhe presionin për të hequr dorë nga besimi, ai qëndroni pa lëkundur. Mesazhi është i fuqishëm. Besimi i vërtet nuk matet vetëm në ditët e lehtë, por edhe në momentet kur njeriu përballet me frikën, dhimbjen dhe padrejtësinë. Përmes Bilalit dhe muslimanëve të tjerë, filmi paraqet një komunitet të vogël që nuk kishte ushtri, pasuri apo pushtet politik. Fuqia e tij qëndronte te bindja se mesazhi që kishte pranuar ishte i vërtetë, nga përndjekja drejt shpërnguljes. Ndërsa presioni ndaj muslimanëve rritej, situata në Mekë bëhej gjithnjë më e vështirë. Një pjesë e muslimanëve u detyruan të largoheshin nga vendlindja. Filmi paraqet edhe shpërnguljen drejt Abisinisë, ku muslimanët kërkuan mbrojtje te një sundimtari krishter, Nexhashiu. Kjo pjesë e historisë është veçanërisht domethënëse sepse tregon një moment dialogu ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve. Muslimanët shpjegojnë besimin e tyre dhe flasin për Isain dhe Meriremen, duke treguar se Islami i njeh dhe i nderon këto figura të mëdha. Më vonë vjen momenti vendimtar, hijreti, shpërngulja nga Meka drejt Medinës. Hijreti nuk ishte vetëm largim nga një qytet në tjetrin, ai shënoi fillimin një etape të re të historisë islame. Në Medinë, muslimanët nuk ishin më vetëm një grup i përndjekur, ata filluan të ndërtonin një komunitet të organizuar. Filmi e paraqet këtë ndryshim me një ritëm të veçantë. Atmosfera e rëndë e Mekës zëvendësohet me shpresën e një fillimi të ri, por konfliktet nuk përfunduan. Udhëheqësit e Mekës vazhdonin ta shehnin komunitetin musliman si kërcënim. Përballja mes dy palëve do të sillte disa nga ngjarjet më të njohura të historisë së hershme islame. Njëra prej tyre është betejë e Bedrit. Muslimanët ishin numerikisht më të pak, ndërsa ushtria mekase kishte epërsinë e njerëz dhe pajisje. Megjithatë, Bedri përfundoi me fitore për muslimanët.
Filmi e paraqet betejën jo vetëm si përballje ushtarake, por edhe si moment prove. Njerëzit që deri pak kohë më parë ishin përndjekur dhe dëbuar nga shtëpitë e tyre, tani gjendeshin përballë atyre që kishin luftuar kundër tyre. Por pas Bedrit vjen Uhudi. Këtu historia merr një kthesë të dhimbshme. Muslimanët përballen me një situatë të rëndë dhe pësojnë humbje. Një prej figurave qendrore të kësaj pjese është Hamza ibn Abdul Muttalib, xhaxhai i pejgamberit Muhammed alayhis salam, axha i tij, dhe një nga luftëtarët më të njohur të muslimanëve të parë. Në versionin ndërkombëtar të filmit, Hamza interpretohet nga aktori i njohur Anthony Quinn. Hamza paraqitet si një njeri i fuqishëm, trim dhe i vendosur. Pranimi i Islamit prej tij i dha kuraj komunitetit musliman në Mekë, ndërsa rënia e tij në Uhud përbën një nga momentet më emocionale të filmit. Përballë tij qëndron edhe historia Hindit dhe Vahshiut. Këto personazhe bëjnë rrëfimin më dramatik, duke treguar se historia nuk përbëhet vetëm nga betejë, por edhe nga hakmarrja, dhimbja dhe transformimi njerëzor. Një mesazh që ndryshoi gjithçka në Gadishullin Arabik. Pas betejave dhe viteve të konfliktit, filmi vazhdon drejt ndryshimeve të mëdha që po ndodhin në Gadishullin Arabik. Islami po përhapej. Njerëzit që dikur e kishin kundërshtuar filluan ta dëgjonin mesazhin e tij, fise të ndryshme filluan të krijonin marrëdhënie me komunitetin musliman. Një prej elementeve të rëndësishme të kësaj periudhe ishte se Islami nuk paraqitej vetëm si besim individual, por edhe si sistem vlerash që kërkonte drejtësi, përgjegjësi, solidaritet dhe respekt ndaj njeriut. Në qendër qëndronte tauhidi, njëshmëria e Zotit, besimi se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut. Ky parim ndryshonte mënyrën se si njeriu e shihte veten dhe shoqërinë. Nuk kishte më nevojë për idhuj pe guri nëpërmjet njeriut dhe krijuesit. Nuk ishte pasuria ajo që përcaktonte vlerën e njeriut, nuk ishte ngjyra e lkurës ajo që e bënte dikë më të lartë. Pikërisht këtu figura Bilalit merr edhe një simbolik të jashtëzakonshme. Njeriu që dikur ishte skllav dhe torturohej për besimin e tij, më vonë njihet si një prej muezinëve të parë të Islamit. Nga rëna ku torturohej deri te thirrja e ezanit, historia e tij bëhet simbol i transformimit që solli Islami. Një tjetër moment kulmor është çlirimi i Mekës. Pas viteve të përndjekjes, shpërnguljes dhe luftrave, muslimanët rikthehen në qytetin nga i cili ishin detyruar të largoheshin. Kinematografikisht kjo mund të ishte paraqitur vetëm si skenë triumfi dhe hakmarrje, por rëndësia e ngjarjes qëndron pikërisht në të kundërtën. Mesazhi kryesor është mëshira dhe falja. Qabja pastrohet nga idhujt dhe rikthehet në qendër të adhurimit të Allahut të vetëm. Kjo skenë përmbledh në mënyrë simbolike gjithë rrugtimin e filmit. Nga një Mekë e mbushur me idhuj dhe kundërshtim, drejt një Mekë ku shpallet tauhid. Por filmi nuk përfundon vetëm me fituar një grupi ndaj një grupi tjetër. Ai përpiqet të tregojë fituarin një ideje. Një mesazh që kishte filluar me pak njerëz në fshehtësi dhe nën përndjekje, tashmë kishte ndryshuar pjesën më të madhe të Gadishullit Arabik. Se mesazhi Islam vazhdon të shikohet. Kanë kaluar dekada nga realizimi i filmit, por mesazhi Islam vazhdon të jetë një prej veprave më të njohura kinematografike për historinë e hershme të Islamit. Ai është transmetuar, përkthyer dhe dubluar në gjuhë të ndryshme dhe në epokën e internetit ka vazhduar të qarkullojë në platforma video dhe media social. Për publikun shqiptar, versionet e dubluara ose të përkthyera kanë pasur një rëndësi të veçantë. Ato u kanë mundësuar edhe shikuesve që nuk njohin arabishten ose anglishten të njihen në mënyrë filmike me disa prej ngjarjeve kryesore të historisë së Islamit. Arsyeja e gjatësisë këtij filmi lidhet edhe me faktin se ai nuk është ndërtuar thjesht mbi aksionin. Në qendër të tij qëndrojnë ide të mëdha, besimi, sakrifica, liria, drejtësia, falja, qëndrueshmëria dhe shpresa. Filmi na kujton se shumë prej muslimanëve të parë paguan një çmim të madh për besimin e tyre. Disa humbën pasurinë, disa u larguan nga shtëpitë, disa u torturuan, disa ranë në betejë, por mesazhi vazhdoi. Kjo është edhe arsyeja pse skenat e filmit mbeten të fuqishme edhe pas shumë vitesh. Shikuesi nuk sheh vetëm personazhe historike, ai përballet me pyetje që mbeten aktuale në çdo kohë. Sa vlen bindja jon kur sprovohemi? A jemi të gatshëm të mbrojmë drejtësinë kur ajo na kushton? A dim të flasim, a dim të falim kur kemi mundësi të hakmerremi? A e masim njeriu sipas pasurisë dhe pozitës apo sipas karakterit dhe veprave të tij? Mesazhi Islam e ndërton fuqinë e tij pikërisht mbi këto pyetje. Mustafa Akad arriti të realizonte një film që pavarësisht kufizimeve të jashtëzakonshme të temës, mund të ndiqej edhe nga një publik që nuk kishte njohuri të thellë për historinë islame. Muzika, peizazhet e shkretëtirës, skenat masive, dialoget dhe interpretimet e aktorëve i dhan filmit identitetin e vet. Por mbi të gjitha, në qendër mbetet mesazhi. Një njeri mund të ketë pushtet, pasuri dhe ushtri, por të gjitha janë të përkohshme. Ajo që mbetet është besimi dhe vepra.
Historia e muslimanëve të parë është historia e njerëzve që fillimisht ishin të pakt, por që nuk hoqën dorë nga ajo që besonin, nga Meka në Medinë, nga përndjekja në liri, nga Bilali i torturuar në shkretëtir të Bilali që thërret ezanin, nga largimi prej Mekës të rikthimi në Mekë, dhe nga një mesazh që dëgjoi fillimisht nga pak njerëz, të një feje që do të përhapej në kontinente të tëra. Sot kur mesazhi islam shfaqet përsëri në ekranet tona, ai nuk na çon vetëm drejt një historie të largët. Ai na kujton sakrificën e një brezi, na kujton se besimi kërkon durim, na kujton se fuqia pa drejtësi nuk zgjat, na kujton se pas vështirësisë mund të vijë vetëm se lehtësimi, dhe mbi të gjitha na kujton mesazhin që qëndroi në qendër të thirrjes islame, që nga fillimi nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Ky ishte mesazhi që ndryshoi jetën e Bilalit. Ky ishte mesazhi për cilin qëndroi Hamzai. Ky ishte mesazhi që bashkoi njerëz nga prejardhje të ndryshme. Dhe ky është mesazhi që filmi Mustafa Akad u përpoq ta sillte në ekran për miliona shikues në mbar botën. Prandaj edhe shumë dekada pas premierës së tij, mesazhi islam The Message mbetet një vepër e veçantë e kinematografisë historike mbi islamin. Një film për besimin, sakrificën, qëndrueshmërinë dhe lindjen e një qytetërimi që do të lindte gjurmë të thella në historinë njerëzore. Mesazhi islam nuk është vetëm historia e një epoke, është historia e një mesazhi që vazhdoi të jetojë përtej kohës. Shpërndajeni këtë dokumentar në mënyrë që ta shohin dhe të tjerët.